Shqipëria po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turistët nga Europa Veriore. Ndërta, edhe turistët nga Estonia po e vizitojnë vendin tonë në numër gjithnjë më të rritur. Vajzat e reja nga ky shtet baltik kanë zgjedhur të eksplorojnë jugun e Shqipërisë, tërhequr nga deti, mikpritja dhe kuzhina vendase. Karina dhe shoqjet e saj kanë udhëtuar nga Estonia drejt Shqipërisë, duke nisur nga Tirana e më pas duke eksploruar qytetet bregdetare si Durrësi, Vlora, Saranda dhe në fund Gjirokastra. Për të Vlora ishte destinacioni më i bukur, fal ushqimit të shijshëm dhe plazheve të pastra, ndërsa për Sarandën mendimi ishte më i përmbajtur. Një qytet i zhurmshëm dhe jo shumë i përshtatshëm për pushime të qeta. Gjirokastra i la një përshtypje shumë pozitive për bukurinë historike dhe qetësinë që ofron, duke e vlerësuar me 8 nga 10 pikë. For the first time in Albania, we came here with friends, and why we decided to choose Albania. Unë kam udhëtuar nga Estonia drejt Shqipërisë së bashku me shoqjet e mia. Udhëtimin e nisëm nga Tirana dhe më pas vizituam Durrësin, Vlorën, Sarandën dhe në fund Gjirokastrën. Qyteti që më pëlqeu më shumë ishte Vlora. Aty hëngra ushqim shumë të mirë dhe qyteti ishte vërtet i bukur. Saranda nuk më la shumë përshtypje të mira. Më duket qyteti i zhurmshëm dhe kishte pak hapësirë ku mund të kaloje momente të qeta pranë detit. Pas Sarandës shkuam në Gjirokastër, një qytet shumë i bukur. Vendi ku qëndruam kishte një pamje fantastike dhe ishte shumë afër qendrës. Do t'i jepja Gjirokastrës 8 nga 10 pikë dhe do ta rekomandoja me kënaqësi për miqtë e mi. Megjithatë, kisha disa gjëra që nuk më pëlqyen në Shqipëri. Vura re shumë qenë dhe kafshë të tjera në rrugë, gjë që për mua përfaqëson një mungesë përkujdesje nga shteti. Gjithashtu, trafiku i rënduar dhe mbeturinat në disa zona më lanë një përshtypje jo të mirë. Pavarësisht kësaj, unë mendoj se Shqipëria po rritet shumë në turizëm dhe kam kaluar një eksperiencë shumë të bukur gjatë udhëtimit tim atje. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, në 4 mujorin e parë të vitit 2025, Shqipëria është vizituar nga mbi 3.4 milion turistë të huaj, një rritje prej rreth 35% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Turistët nga Estonia, edhe pse në numër më të vogël se vendet shinje, kanë shënuar një rritje të ndjeshme prej mbi 20% në krahasim me vitin 2023. Pavarësisht bukurive natyrore dhe mikpritjes, Karina vuri në dukje edhe disa probleme që shqetësuan gjatë qëndrimit në Shqipëri, si qenë tendancak, trafiku i rënduar dhe ndotja në disa zona. Sidoqoftë, ajo theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur për të bërë një prej destinacioneve më tërheqëse të mesdheut.